Vrasja 24 vjeçare shqiptare nga burri në Itali, babai i autorit, Lulzimi vuante nga depresioni. Disa muaj më parë, Eleonora Toçi, 24 vjeç, u vra nga bashkëshorti i saj Lulzim Toçi, 30 vjeç, krimi ndodhur në Itali. Ngjarja tragjike ndodhi mëngjesin e 9 tetorit në San Felice, në provincën e Casatras në Itali. Babai i autorit Xhemal Toçi ka kërkuar ndihmë për niprit të cilët janë nën kujdesin e shtetit italian, por ka treguar edhe disa detaje në lidhje me ngjarjen. Sipas tij, djali i tyre vuante nga depresioni dhe kishte një vit që merrte ilaçe dhe ai kishte ndryshuar sjellje në momentin që mjekët i kishin ndryshuar ilaçet. Ai theksoi se Lulzimi ishte i pavetëdijshëm në momentin që kishte kryer krimin dhe se së bashku me Eleonorën kishin qenë të ndarë prej 6 muajsh. Këtë vit kam shkuar në Itali për të parë fëmijët e vajzës. Kur kam shkuar atje, nuk kam takuar asnjë person sepse nuk i njihja. Djali tim në spital i kanë ndëruar ilaçet sepse ishte agresiv. Gjithashtu, është faji tyre sepse ai nuk do ta ekzekutonte Eleonorën. Unë nuk kam shkuar për ta takuar, por ai nuk mbante mend asgjë për ngjarjen. Ai e ka pyetur vetëm se si ishin fëmijët. Avokati më tha që unë duhet të aplikoja për dokumentat dhe mund të rija me niprit e mi në Itali. Eleonora dhe Lulzimi kishin rreth 6 muaj të ndarë. Shkaku ishte sepse djali ishte i sëmur me depresion. Unë i kam kërkuar edhe falje familjes së Eleonorës, por djali ishte i pavetëdijshëm në atë moment, ka thënë ai. Mëtej ai shtoi se nuk ishte dieni për vendodhjen e fëmijëve dhe mohoi se ndjera kishte pasur debate me ta. Nuk është e vërtetë që ajo kishte debate me ne, por vetëm me djalin. Unë i kam kërkuar dhe falje familjes së Eleonorës, por djali ishte i pavetëdijshëm në atë moment. Ne i kemi kërkuar që të rinë në Dibër, por vendosën që të ikin. Unë jam shmangur familjes së Eleonorës. Kam kërkuar edhe mbrojtje nga policia. Djali po kërkon leje që të takoj fëmijët. Ata janë marrë nga shteti italian pasi u mbajtën 1 muaj nga djali tjetër, përfundoi babai i autorit.